Një tjetër e thënë, por ju e vërtetuar është që foshnjët rekomandohet të flanë në krahasën e barkut që mos mbyten nga e vjellura që vije spontan. Jo, foshnjët do të flanë në shpinë. Në shpinë. Përpara ka qenë ajo, po met është, edhe përpara edhe ka qenë ajo jo në bark, jo, po për shkak të i thonë një diagnoze është vdekje e papritur e një përsalinduri, më nuk preferohet dhe nuk rekomandohet që të flajnë në bark, apo edhe anash, por gjithmonë në shpinë. Rafsh, pa jastëk, pa mbulesa, pa lodra, pa kurgjo. Ma vonë pak, do më thonë si foshnje, mund të ketë edhe mas mujtë para, po edhe në fillim, mund të ketë një bebe edhe një refluks, mund të ketë disa beba reflukse. Atëhere, unë gjithmoni preferoj që 15 deri 20 minutat e para pas ushqimit, që të jenë